Marrëveshja që e kthen opozitën në kuvend është shumë afër, por edhe shumë larg. Misioni Kukan duket se e ka afruar grupin e të djathtës me kuvendin, por jo plotësisht Edi Ramën për të firmosur marrëveshjen. Eurodeputeti e ka nisur herët misionin e pajtimit, fillimisht me kryetarin e opozitës Lulzim Basha. Pas kësaj, me marrëveshjen në dorë, është ndalur në kryeministri ku i ka shpalosur detajet kryeministrit Edi Rama, i cili me sa duket ende heziton të firmos. Më pas në zyrën e kryetarit të kuvendit, ka marrë më shumë optimizmin e numrit 2 të maxhorancës Ilir Meta. Unë besoj se janë plotësuar të gjitha kërkesat e opozitës, pra kërkesat kryesore të saj, dhe çdo kërkesë e cila synon një funksionim më demokratik, më transparent të kuvendit, ka qenë dhe mbetet gjithmonë e mirëpritur dhe ne jemi të vendosur për transparencë dhe për gjithë përfshirje. Pas turit në 2 selit qendrore të maxhorancës, Kukan është kthyer edhe një herë në selin blu ku ka qëndruar përsëri gjatë me kryetarin Basha. As mbledhja e grupit të PD-s dhe aleatëve nuk i ka dhënë fund mjergullës që ka zënë shtegun me selis blu dhe sallës së kuvendit. Kryetari Basha sqaroi deputetët për negociatat e më pas la shpresa të gjallë për rikthimin e normalitetit në kuvend edhe para gazetarëve. Vullneti ynë ka qenë prej fillimit pozitiv. Nuk e kemi kthyer këtë në një pazar kuajsh, kemi evidentuar shkaqet që sollën rënimin e demokracisë parlamentare në Shqipëri. Kemi kërkuar ndreqjen e këtyre shkaqeve. Kam besim se me mbështetjen e tyre do ta kalojmë të sprovë të madhe të demokracisë 24 vjeçare të Shqipërisë dhe do të rikthejmë funksionimin normal të parlamentit. Por për ish-kryetarin Berisha është e vështirë të besosh Ramës, por mes bojkotit dhe demokracisë ai e ka të qartë zgjedhjen. Unë zgjedh gjithë demokracinë, sepse duhet mbrojtë demokracia. E vërteta është që në dukje palët janë afër, po unë që e njoh mirë atë unë ju garantoj që ai është me thimoksil. Thimoksil është një lloj procesi në mendje. E ka shumë të vështirë atë mos, do të thënë, ka një koncept rudimentar për dhe armiqësor ndaj opozitës. E marta do të jetë sërish të ditë e hedhshme negociatash, ku palët do të bien nga Brukseli telefonikisht për të gjetur pajtimin. 24 dhjetori është mundësia e fundit për këtë vit që djathtat i kthehet kuvendit dhe të shmang thellimin e krizës parlamentare.